Tash e disa ditë në lagjin e Arbëria të Prishtinës vazhdon kjo rrjedhje e ujrave të zeza. Vendi është në afërsi të ambasadës amerikane. Nga komuna e Prishtinës thanë se kjo është përgjegjësi e kompanisë rajonale të ujësjellësit Prishtina. Nga kreu Prishtina thanë se ata kanë të pamundur të intervenojnë për zhbllokim, me arsye se dikush është të kyçur në ujin fekal. Problemi aty ka të bëjë me ujra atmosferike, ujra me të cilat ne nuk menaxhojmë. Problemi qëndron se sa herë që bie shi, aty mbushet plot. Në të njëjtën kohë aty dikush është kyçur edhe në ujin fekal, gjë që është jashtë standardeve. Ekipet e mirëmbajtjes së rrjetit të ujrave fekale kanë qenë me 10 herë, por ka qenë e pamundur të intervenohet për zhbllokim. Përgjegjësia jonë përfundon këtu.